Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur teleshikues, mirë se po takohemi për të 13 ditë me radhë të këtij muaji të madhërisëm Ramazan për vitin 2026. Fillimisht hoxha do të lexon faqen e tij të parapar për sot, pastaj me njëherë pas leximit të hoxhës, koha më e madhe ju takon juve të dashurit e mi. Qëndroni të gatshëm për të na telefonuar dhe për të ndarë leximin tuaj me ne. Jemi në faqe 445 apo faqe e fundit e surës Yasin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Të dashurit e mi, ishin këto ajetet prej 71 deri 83 të surës madhërishme Yasin, që parafërsisht kanë këto domethënie. Vallë, a nuk e shohin ata se ndërgjërat që duar tona kanë krijuar për ta janë bagëtit që ata zotërojnë. Ne e bëm që ato të nënshtrohen atyre, kështu që disa i shalojnë e prej disa të tjerave ushqehen. Prej disave pinë dhe nxjerrin dobi të tjera, vallë, si të mos falënderojnë për këto begati, por ata kanë zgjedhur zotat të tjerë në vend të Allahut të Madhërisëm, duke shpresuar se ata do të ndihmojnë prej tyre. Zotat nuk mund të ndihmojnë ata, e megjithatë idhujtarët janë si një ushtri e pranishme për t'i mbrojtur ata.
mos u dëshpron nga fjalët e tyre. Ne e dim çfarë fshehin ata dhe e dim atë çfarë shpallin. A nuk sheh njeriu se si ne krijuam atë prej pikës së farës e megjithatë ai bëhet kundërshtar i hapt. Ai na sjell shembull duke harruar krijimin e vet dhe thot: kush do t'i ngjall eshtrat kur do të kalben? Thuaj, do t'i ngjall ai që i krijoi ato për herë të parë. Ai ka njohuri të plot për çdo krijesë. Allahu që prej drurit të njom bëri për ju zjarrin të cilin e përdorni për të ngrohur dhe për të ndezur. Vallë, a nuk është Zoti ai që krijoi qiejt dhe tokën, të rikrijoi ata? Ai është i Zoti, po, ai është krijuesi i çdo gjëje dhe i gjithdijshëm. Vërtet, urdhri i Allahut është kur dëshiron diçka, është që t'i thot asaj bëhu dhe ajo bëhet menjëherë. Prandaj i lartësuar, i patmeta, i lartëmadhërisëm është Allahu, në dorën e të cilit është pushteti mbi çdo gjë dhe tek ai do të kthehemi. Të dashurit e mi, këto ishin domethënjet e parafërta të surës ose të faqes së fundit të surës Yasin. Pas këtyre domethënieve dhe pas këtij leximit të Kuranit Madhërisëm, kthehemi tek ju për të dëgjuar leximet tuaja për ditën e sotshme. Presim telefonusin e parë për sot. Alo, kujt i themi? Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Jusuf Ademi. Jusuf, mirë se na erdhe, Jusuf. Qa ke përzgjedh për sot me lexu? Çka ki me lexu sot me ne? Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله وكثيرهم مغفرة وأجرا عظيما. Jusuf, faleminderit shumë, Allah e trujt e shpërbleft. Të dëshirojmë iftar të këndshëm dhe të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Masha Allah, te barek Allah. Përfundojmë telefonatën me Jusufin për të pritur telefonusin tjetër. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Sara nga Vështreja. Sara, telefonusja jon e rregullt. Sara, çka ke përzgjedh sot me lexu me ne? الفاتحة. Fillo të lutem. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Të lumë, Sara, faleminderit shumë, të presim e ditëve tjera. Sarës i dëshirojmë iftar të këndshëm dhe përshëndesim e ftojmë që të na telefonon edhe në ditët në vazhdim. E pse jo të jetë mysafir në ditët në vazhdim këtu me ne. Të dashurit e mi kanë mbet edhe disa ditë për t'i rezervuar, ju mund të telefononi dhe të ndani ditë të tuaja, qoftë me vlezër, me motra, me shok apo me dikën, që të jeni mysafir këtu në studio në ato ditë të cilat kanë mbetur të lira.
Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Fatime Hoxha. Mirë se erdhe Fatime. Nga na telefonon Fatimja? Alo? Alo. Selamu alaikum. Aleikum selam, nga na telefonon? Fatime Hoxha. Nga cili qytet, nga cili vend? Shol. Mirë se erdhe, qa kemi lexuar sot me ne? Rëdhohën. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Jumadhohat, adhohu samet, lam yulid lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Lem jelit, wa lem julet, wa lem jekun lehu kufuwan ahad. Të lumë, Fatime, faleminderit shumë. Na telefonat dhe ditë tjera dhe mëso diçka të re dhe na trego çfarë ke mësuar gjatë këtij muaji të madhërishëm Ramazan, edhe na lexon bashkë me ne. Faleminderit shumë Fatimës, i dëshirojmë iftar të këndshëm. Nga Fatimja shkojmë kështu tek telefonuesi i radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam Vlera nga Bardhima. Telefonusja jon e rregullt Vlera, mirë se erdhe Vlera. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne Vlera? Suren Kurejsh. Fillo të lutem më njëherë. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Kurejsh. إلاتهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Të lumt, faleminderit shumë Vlera. Të presim në ditëve tjera të na telefonosh dhe të ndosh me ne leximin tënd. Vlerës i dëshirojmë iftar të këndshëm. Shkëputemi nga Vlera për t'ju dhënë mundësinë telefonuesve të tjerë. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Alo. Alo, Kush na telefonon? Shar Bobi nga Peja. Mirë se erdhe. Qa kemi lexuar sot me ne? Surën Fil. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Masha Allah, të barak Allah të rujtet shpërblej, faleminderit shumë sjarë. Të presim e ditëve tjera të na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Ndërkohë ti mëso sure tjera ose dov tjera, dua tjera, edhe na merr në telefon për të na treguar se çfarë ke mësuar. Sjarit i dëshirojmë iftar të këndshëm dhe kalojmë radhën tek telefonuesi tjetër. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Aida Tatullë. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Qa ke përzgjedhur sot me lexu me neve? Të sfiduven. Aela ditës së djeshme mysafirja jon apo tjetër Aela? Tu, Aida Tatullë ditës djeshme. Mirë se erdhe. E përshëndes Majde me gjithë zemër. Faleminderit shumë, edhe Majda të përshëndet ty. Fillo Aela. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum وما يكون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وما يكون له إثمهما والعلي العظيم. Alhamdulillah العظيم. Të lumt Aela, faleminderit shumë. Bashkë me Majden edhe me Hirën të përshëndesim dhe të dëshirojmë iftar të këndshëm. Të dashurit e mi, pas leximit të Aelës, bëjmë një shkëputje prej telefonatave për të kthyer këtu në studio dhe për ta prezantuar mysafirin
ton të sotshëm, e cila është realisht një vajzë shumë e bukur dhe ka emrin? Hira mbi emrin? Sarace. Hira Sarace. Cilën klasi e Hira? Tretën. Cilën shkollë? Liria. Këtu në Prishtinë, po? Jo, po Ku? atje në Strafës. Mashallah, mirë se erdhe. Hira, qa kime lexu sot? Elhamdulillahin. Elhamdulillahin. Qysh e ke mësu Elhamdulillahin? Me babin, me mamin, me YouTube. Me babin. Ata ta kam përsëriti, ke shku pas fjalëve tyra, po? Po. Atë ka ardhë vështirë? Jo. Shumë bukur. E din edhe sure tjera, dov tjera? Po. Bravo, shumë din edhe? Bravo, të lumt. Edhe me mësu halo ma shumë, për çdo ditë me mësu ka pak diqka, edhe mu bo hafuze Kuranit, kismet Allah. Filla të lutëm. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, mashallah, Allah e trujt shumë bukur, faleminderit shumë. Të dashurit e mi, prej leximit të Hirës, kthehemi sërish tek ju, për të prit dhe për të përcjell leximin dhe telefonatat tuaja. Presim telefonusin e radhës. Alo, kush është me ne? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Rejla Selimi nga Vushtria. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Qa ke përcjell me lexu sot me ne? Sure Nas. Fillo të lutëm. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil hannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Të lumë, Suela, faleminderit shumë. Allah të rujtë edhe të shpërbleft dhe të presëm me ditëve tjerat në telefonash dhe lexosh bashkë me ne. Të dëshirojmë iftar të këndshëm. Shkëputemi nga Suela për të marrë telefonusin e radhës. Alo, kujti themi? Mirdita. Alo? Mirdita. Mirdita, kush në telefonon? Jem Haruni nga Mitrovica. Mirë se erdhe. Harun, qa ke përzjedhë sot me lexu me ne? I kam përgjith me lezu disa ajete nga surja Jusuf. Fillo të lutëm. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأكلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه إلى أبينا منا ونحن أسرة إن أبانا لفي ضلال مبين. Faleminderit shumë Harun. Allah e trujt e shpërbleft. Unë kisha pak vështirësimet për cjell, po mashallah të koft. Allah e trujt edhe të shpërbleft edhe të ndihmoft që me vazhdu tutje me mësimin edhe të ajeteve tjera të surës Jusuf edhe të sureve tjera të Kur'anit të madhërishëm derisa të bësh hafuzi Kur'anit. Harunit i dëshirojmë iftar të këndshëm dhe presim në ditët në vazhdim që të na telefonon dhe të lexon bashkë me ne. Po, pa tjetër. Alo? Salam aleikum. Kam pak vështirësi me ju dëgju, nëse mund të ofrosh më shumë tek telefoni se tek receptori. Fillo të lutem mbase shikuesit dhe dëgjuesit mund më dëgju më mirë se unë. Salam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Emrin të lutem?
Unë nesin nga Mitrovica. Fillo të lutem, çka ke planifiku sot me lexu me ne? Smuaj l'ekonomisë të mësa. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة إن عليهم مؤصدة يعمد ممددة. Masha Allah, unes. Allah të rujtë është përblef, na ke knaq, faleminderit shumë. Na telefonos sërish në ditët në vazhdim dhe na knaq me kësi leximi, Masha Allah. Unë prej ditës në ditë po mrekullohem, po them, popull kaq i vogël, por me lexues kaq të mëdhaj. Edhe pse të ri në mosh, Masha Allah, te barakallah. Allah rujt këtë popull dhe shtoft lexues e Kur'anit dhe praktikus e tij. Shkoputem edhe nga Unesi për të pritur telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Baria nga komuna Dragashit. Bahri, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Qa ke përgjetë sot me lexu me ne? Faqen e parë Të të Kuranit. Kur'anit, në rregull, fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladhina kafaru sawa'un alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Masha Allah, faleminderit, mjafton Bahrije, faleminderit shumë, Allah të rujt edhe të shpërbleft, të presim e ditëve tjera që të na telefonash dhe të ndash leximin tënd me ne. Bahrijes me familje i dëshirojmë iftar të këndshëm. A bën edhe vllau? Po me shumë kënaqësi. Selam aleikum. Alo, Selam aleikum. aleikum selam, emrin të lutem? Hamza nga Dragashi. Qa ke përgjithë sot me lexu me ne? Elhamid. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masha Allah, Hamza, faleminderit shumë. Allah të rujtë e shpërbleft Hamzës dhe Bahris. Amin. I dëshirojmë iftar të këndshëm. Aleikum salam wa rahmatullah dhe i presim ditët në vazhdim që të na telefonojnë dhe të lexojnë bashkë me ne. Ndahemi nga telefonata e fundit për të kaluar me telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Sumeja Sinica nga Shoti Bordi Madh. Mirë se erdhe Sumeja. Mirë se u gjeta. Qa ke përgjetë sot me lexu me ne? Surën Kurejsh. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bravo Sumeja, faleminderit shumë. Allah të rujtë e shpërbleft. Selam aleikum. Aleikum salam, të presim e ditëve tjera. Ti jesh me ne, sepse je njëra nga telefonuset tona më të rregullt. I
Dëshirojmë iftar të këndshëm dhe presim sërish. Kalojmë tek telefonata tjetër. Alo, kujt I themi? Selam aleikum. Leum selam, kush na telefonon? Muslim Budrim Qoko. Mirë se erdhe. Nga na telefonon? Alo? Alo, Nga na telefonon? nga Lipjani. Mirë se erdhe. Qa kemi lexuar sot me ne? Surën El Qadr. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi lejletul qadr. Lejletul qadri khajrum minal fishr. تنزل الملائكة والروح بها بربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Faleminderit shumë. Allah të rujtë shpërbleft të presëm e ditëve tjera. Të dëshirojmë iftar të këndshëm. Vazhdojmë, marrim telefonatën e radhës. Alo, kujt I themi? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Vlera nga Kaçaniku. Vlera nga? Kaçaniku. Mirë se erdhe Vlera. Qa kemi lexuar sot me ne? Unë kam lexuar sot Subhanakën. Fillo të lutem. Subhanake, Allahumme, ve bihamdike, ve tebarek esmuke, ve teala ceduke, ve la ilahe gajruke. Mashallah Vlera. Faleminderit shumë. Vazhdojmë sa edhe sure të tjera dhe dua të tjera dhe na telefonon në ditët në vazhdim për të na treguar se çfarë ke mësuar. Të dëshirojmë iftar të këndshëm. Nga Vlera shkojmë tek telefonata e radhës. Alo, kujt I themi? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Amare Gjepi nga Gjilani. Mirë se erdha Amar. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedhur sot me lexu me ne? Surë Falak. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma halak wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Mashallah, faleminderit shumë. Të presim e ditëve tjera. Mos harrom sot sure të reja dhe na telefono me na tregu se qa ke mësuar gjatë këtij muaji të madhërisëm Ramazan. Vazhdojmë duke pritur telefonatat tona dhe duke përcjellur leximet tuaja. Alo, kujt I themi? Rumejsa. Alo, Selam aleikum. Rumesa mirë se erdhe. Aleikum selam. Qa ke përzgjedhur sot me lexu me ne? Surën Zalzala. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Të lumt Rumesa, faleminderit shumë. Të presim e ditëve tjera, të dëshirojmë iftar të këndshëm. Këtu shkëputim lidhjen me Rumesën për të vazhduar me telefonatën e radhës. Nga regjia, nëse s'kemi telefonus, kthehemi këtu në studio për të prezantuar mysafirin ton të dytë për sot. Dhe ajo është një vajzë shumë e bukur, e ka emrin? Majda. Majda, mbi emrin si e ka Majda? Sopi. Sa vjet I ka Majda? 6. 6 vjeç. A shkon shkollë Majda? Jën kapsht. Në Kopsht shkon, në? Si po kalon në Kopsht? Mirë. A ki shoqe në Kopsht? Çka bën në Kopsht atje? Lujna me lodra. Cila shoqe të pëlqen më shumë ti ose s'po të pyeti për shoqe, cila lojë të pëlqen më shumë ti? Me shkronja. Loja me shkronja. A ke mësuar shkronjat? Dhe me shkruaj emrin tënë? Bravo. Qa kime thonë sot me ne?
Kul huwallahu. mashallah. Hajde thuje. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Çu e ke mësu kul huwallahu? Ma kam mësu mami. Edhe ti ke përsërit masaja, po? Bravo, faleminderit shumë, inshallah rritesh me të mirat e Zotit, e bash vajzë mirë. Shumë bukur, faleminderit shumë. Të dashurit e mi, nga Majda, kthehemi sërish tek ju. Për të pritur telefonatat tuaja dhe për të dëgjuar leximin tuaj. Alo, kujt I themi? Sufjan Zahiti nga Vështreja. Sufjan, mirë se erdhe. Qa ke përzirë sot me lexu me ne? A dëgjojmë Sufjan? إذا جاء Fillo të lutëm. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله بأفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Të lumë, Sufjan, faleminderit shumë, Allah të rujtë e shpërbleft, të presim me ditëve tjera. Të presim na telefonosh dhe të ndash leximin tënd me ne. Shumë bukur, veç vazhdo kështu. Iftar të këndshëm për Sufjanin dhe familjen e tij dhe presim telefonatën tjetër. Alo, kujt I themi? Salamu alaikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Jusufi nga Mitrovica. Jusuf, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Qa kime lexuar sot me ne? Surën Wal Asr. Hajde, fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Inna al-insana lafi khusr. Illa alladhina amanu amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Mashallah, Jusuf, të lumt. Ka thonë si me koni madh. Faleminderit shumë, Allah të rujtë e shpërbleft. A bëjnë vëlloja? Me shumë kënaqësi. Alo? Alo? Emrin të lutëm? Yunus nga Mitrovica. Mirë se erdhe. Qa kime lexuar ti? Kul huwa Allahu ahad. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bravo Yunus, Allah të rujtë e shpërbleft. Vazhdojmë sa dhe suret të tjera dhe na merr në telefon në ditët në vazhdim dhe na tregon se çka ke mësu. Iftar të këndshëm për juve dhe familjen tuaj. Vazhdojmë kështu të dashurit e mi për të pranuar telefonatën e radhës. Alo, kujt I themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Sejma nga fshati Medvec, komuna Lipjone. Mirë se erdhe. Dua të them një elhamdulillahin. Fillo të lutëm. Elhamdulillahi Rabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliku Medin, Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Gayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Të lumë sema. Faleminderit. A bëni pyetje? Patjetër. E kam një vlla pas 10 viteve edhe ja kena lënë emrin Ehad. A ka ndonjë problem? Ehad? Po. Jo, emri mirë është. Allah e rujt, inshallah rrit me prindër njëj bjen, dhe rrit inshallah me të mirat e tia, Rabbel Alamin. Inshallah bot I mirë për juve, bot I mirë për gjithë popullin edhe për gjithë vendin. Allah e baf dobishëm, Allah e baf për atyre që Allahu I dënë, ja Rabbi. Në gëzove, vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Varjeta ma gjokon nga peja. Mirë se erdhe.
Dua ta them kulluvallahin. Fillo të lutem. Kulluvallahi had, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekul lehu kufuwan ahad. Mashallah, shumë bukur e ke thonë. Të lumë, Danisa. Faleminderit. Të presim e ditëve tjera, vazhdo mëso sure tjera, edhe na merr në telefon na trego se çfarë ke mësuar. Iftar të këndshëm për Vanesën dhe familjen e saj. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, por të dashurit e mi, kemi fluk të jashtëzakonshëm të telefonuesve dhe të gjithë ankohen se nuk po mujnë me marrë linjen. Prandaj, ju los që kur të prezantoni me qenë pak më të shpejt. Mos më na marr kohën të dëgju, por me mundu me dhon hapësirë gjithëve, edhe pse është e pamundur, por të paktën bile ne të bëjmë pjesën tonë. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Ajan Coka. Qa ke përzgjedhur sot me lexu me ne? Ajeti Kursi. A mund të ofrosh tek receptori ose tek telefoni? Kam lexuar ajeti Kursi. Fillo të lutem më një herë. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu, el hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Yusya kursiyuhu samawati al ard. La yahuduhu hifdhuhuma huwal aliyul azim. Të lumë të janë, faleminderit shumë, Allah e të rujtet shpërbleft. Edhe pse në fillim patëm vështirësi me dëgju, të presim edhe ditëve të tjerat na telefonosh dhe të ndash leximin tënd me ne. Ajanit i dëshirojmë iftar të këndshëm. Vazhdojmë nga ajanit tek telefonuesi i radhës. Alo, kujt i themi? Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Atiku nga Ferizoj. Mirë se erdhe Atik. Qa kemi lexuar sot me ne? Surën Wakia. Jo, surën Wakia shumë e gjatë, veç diçka. Bëm pjesën e parë. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور مبدونة متكئين عليها متكابرين. Mutaqabilin. Bravo, të lumt. Allah e të rujtë e shpërbleft. Faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh dhe të lexosh kaq bukur siç bëre tani. Të dëshirojmë iftar të këndshëm. Vazhdojmë marrim telefonuesin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Haria Selime. Mirë se erdhe. Ishe gjatëm. Qa kemi lexuar sot me ne? Ina tajnen. Fillo të lutem. Ina tajna kalkauthar fsadi rabike wanhar in shanika walaftar. Të lumt, Allah e të rujtë e shpërbleft. A mune të zemotra ime? Me shumë kënaqësi. Selam aleikum. Aleikum selam. Emrin të lutem? Vlera Gjermani. Mirë se erdhe. Qa kemi lexuar sot me ne? Elhamen. Fillo të lutem.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Amin. Allahu i ruajt. Faleminderit shumë. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm dhe ju presim edhe ditëve në vazhdim. Të dashurit e mi, kjo ishte telefonata e fundit për sot. Ju presim edhe ditëve tjera që të na telefononi dhe të na begatoni emisionin ton dhe tuajin. Kemi në studio për ta përmbyllur muhabetin që kemi fillu me këto dy bukuroshe. Hira, çfarë porosie ki për shoqet tua? Nuk po dis. Me dëgju babin, me dëgju mamin, me mësu të shkolla mirë, apo? Po. Me qenë vajzat të sjellshme, me mësu Kur'an, apo? Po. Me më thonë shumë bukur. Po Majda, çfarë thot shoqeve të veta? Mu bo, vajzat të bukura, vajzat të dëgjushme, apo? Me dëgju mamin, me dëgju babin? Dhe motran. Edhe motrat, bravo, të lumt. Të dashurit e mi, ishte kjo e tëra për sot. Nga unë që Malsopi ju dëshiroj iftar të këndshëm dhe agjerim të pranuar. Bashk me emër të Zotit takohemi nesër në të njëjtën kohë me mysafirët tjerë. Deri atëherë ju lëm në amanet Allah të madhërisëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.